Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot në rubrikën e të ftuarit të ditës kam një njeri tepër special, një njeri që për më shumë se 30 vite përfaqëson dashurinë dhe shpresën për ata që nuk kanë disa gjëra të pamundura, por shumë aftësi të tjera edhe më të mira se ne. Kam të ftuar Luigi Milën, drejtuesi i projektit Shpresa. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit që je pjesë e emisionit dhe faleminderit që pranove ftesën të jesh këtë mëngjes me mua. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi gjithmonë të jem në televizionin tuaj. Çfarë përfaqëson projekti Shpresa, Luigi? Mund na e tregosh pak shkurtimisht? Ju e fillu shumë bukur, dashuri dhe shpresë shumë bukur, është shprehje e mrekullueshme, duhet të ketë shumë dashuri dhe shpresë për të ardhmen normalisht. Është një projekt i madh do thosha, relativisht i madh në krahasim me projekte të tjera që bëjnë shoqatat, që ka filluar para 30 vitesh, pra në vitin 1995. Unë se kam pas nerën ta filloja se ideja pra nuk ishte ime, ishte Silvana Venjalit, një vullnetar italiane që erdhi nga Italia, nga Grosseto, masi kishte punu për disa vite në shërbimet sociale të komunës së Grossetos, ka qenë mos gaboj edhe zëvendës kryetar komunet, për një periudhë kohë, erdhi në Shqipëri dhe me që edhe s'kishte familje vetë ajo, po jo vetëm për këtë arsye, ajo kërkoi që ta shpenzonte pjesën e fundit të jetës, pra pjesën e pensionit në Shqipëri dhe të qëndronte pranë personave në nevojë. Ajo pati disa vizita, disa takime me jezuitët në Shkodër, me Don Carlo Zaccaron. Është një klerik shumë i famshëm i cili po ashtu ka në Shkodër dhe ka kontribu. Dhe mendoj se kontributi i saj ishte nevojshëm pikërisht tek kjo kategori, të personat me probleme menore dhe fizike, jetim të braktisur, jetim biologjik, social, edhe vendosi për herë të parë në Shqipëri, ndoshta edhe për rajonin, të krijonte një lloj profilit, një strukturë shumë interesante me shtëpi familje. Dhe përse ju në lidhja të që thatë ju dashuri dhe shpresë, me faktin që ajo mendoj se këtyre të njëve dhe të rejeve që ishin të vendosur në disa qendra shtetërore, qendra zhvillimit jetimore e tjera, ju mungon pikërisht. Ju mungon dashuria, ju mungon shpresa, që të dyja vinë nga një institucion shumë i rëndësishëm për ne shqiptarët, që është familja. Ata nuk ishin familje dhe ajo mendoj që t'ju ofronte të kompensonte disi mungesën e familjes dhe të prindërve dhe krijoi shtëpinë e parë familje në Shqipëri, do thoshim, edhe quajti pikërisht shtëpia Shpresa ose Speranca në italisht. Po sot, ky projekt, pra kjo shtëpi me kaq shumë dashuri, si zhvillohet? Nëse vazhdojmë përsëri ajo me Silvanën, ajo themeloi shtëpinë e parë, Shpresa, Sole, Arcobaleno, Gabbiano, Nido, gjitha janë emra shumë bukur në Shqip, pra Dielli, Kudion, Foleja, Balona, Pulbardh, Arka. Edhe krijoi pra 7 shtëpi të cilat janë edhe sot e kësaj ditë, pra sipas specifikave me femra me mashkuj, për shembull Nido kemi autonom të cilët mendohet të dalin të lirë, një dhe ka ndodhur. Krijoi edhe 2 qendra ditore, ne quajmë qendra të aktivizimit ditore në fakt. Ajo pati idenë një laborator punët, pra me punime druri për mashkujt dhe një tjetër punë dore të zgjahet tjerë për femrat. Pra në idenë, në konceptin e saj ishte edhe zënia me punë, që është shumë rëndësishme, edhe ne besoj do të dalim dhe këtë temë, sepse unë e kam po ashtu për zemër. Dhe vazhdoi projekti për disa vitin deri në vitin 2012, kur e ndjera u nda nga jeta, Silvana Venjali për vdiq, dhe me thirrën më unë s'ken, koha thirrën në s'ken Luigjin. Më thirrën edhe, në fakt se kam bërë ndonjëherë, nuk e kam menuar ndonjëherë, nuk kam pas një eksperiencë ngjashme, as familjare, as në punën time. Unë kam kontribuar te drejtësia paqe për shumë vite, gjakmarrja drejtet e njeriut, edukim për paqe, për drejt për ambientin, për emigracion e shumë tjera. Dhe fillova me pak dëshime, me pak kudion, pa sigurina, por sepse kishte edhe probleme të mëdha projekti. Kishte pas disa borxhe, që ne zoti diskutojmë sepse Silvana ka pas vizione të jashtëzakonshme, por edhe problematika ndodhin nga vetë situata në Shqipëri në atë kohë. Edhe kemi vazhduar mirë, një staf jashtëzakonshëm, staf edukativ që merret me 33 gjatë gjithë kohës. Kemi një staf ekzekutiv që merret me zbatimin, me vendimet, me gjithçka tjetër, edhe një bord drejtues i cili po ashtu përvahet nga disa institucione dhe përfaqësues tyre dhe sidomos të huaj.
Projekti pati një ecit mirë, shteti u ofru një farë sepse deri atëherë me decentralizimin e shërbimeve sociale pati një hapësinë, një gap që nuk u plotësua për shumë kohë, pastaj bashkia me Ministrinë e Financave u rikthyen po themi edhe mbështetin projektin, sepse projekti duke qenë gjë madhe, ka nevojë edhe për investime të mëdha. Edhe mungojnë, më thënë drejt, nëse të kësaj ditë mungojnë investimet, jo se mungon po themi buka ose mjetesa, por në vizionin tonë për të ardhmen mjetesa është e kaluar Shqipëri. Jemi 30 vjet demokraci dhe tani po kërkojmë që të gjejmë metoda, qoftë edhe të reja, po sidomos bashkëkohore që të integrojmë sa më mirë këtë kategori. Pra shpesh e them, dikur kam punuar edhe me projekte zhvillimit. Edhe kemi bërë një ura duket, sepse më parë nuk kalonin njerëz, tani kalojnë. Kalojnë. Është e Ne kemi punuar 30 vite, unë kam punuar 13 vjet. Edhe që shohim një grup të rishët të jashtë, 65 prej tyne, kaq është numri i përfituesve, cilët kanë mjetu, janë aty. Kështu që mu më duket, megjithëse ka shumë përmirësime, ka integrime, ka shnetja është përmirësuar shumë, ana psikologjike është përmirësuar shumë. Por gjithsesi për një sy të pastërvitun, kur i shef thotë po mirë, më çka keni bëju? Ata mjetojnë pra. Ne kërkojmë që të shkojmë në një nivel më të lartë integrimit. Dhe që nuk noll thjesht në punë vullnetare. Nolla me shpenzime, ku jam me struktura, me fizioterapina, me teknika, me punësim, me tjera. Kështu që pak a shumë kjo është situata projektet për momentin. Shumë nga këto njerëz janë edhe të punësuar. Mund të na shpjegoni pak a shumë se si funksionon punësimi i tyre? Punësimi, ne kemi konsideruar punësimin, faleminderit që më pyet, një nga arritjet tona, pra. Është vërtet një arritje. Është arritje, kemi arrit një nivel. Pra nëse përpara pretendonim jo po shneti, jo po të paralizuar, jo probleme menore, jo po agresive tjera, tani, jo gjithë normalisht, sepse do të ketë gjithmonë, diken që do të vazhdojnë ta ketë sëmundje, me sindromin Down, do ta ketë atë kromozomin më tepër, me nanizëm do të jetë përsëri më shkurt se tjerët. Pra këto janë probleme që ne nuk mund të zgjidhim. Absolutisht. Por ne kemi arritur të zgjidhim probleme të tjera socio-shëndetësore, të cilat na kanë ndihmuar edhe ata që të arrijmë një moment shumë të rëndësishëm për projektin dhe për jetën e tyre. I kemi janë bërë, nuk i kemi bërë ne taf për punë. Është fantastike. Pse them është fantastike dhe pse është e rëndësishme për ne? Sepse ne kemi mbështetje të vazhdueshme nga jashtë. Ku janë Spaja, Italia, Caritasat ndryshme, donatorë individë të tjerë. Dhe ata kanë 30 vite që mbështesin projektin Shpresa, edhe projekte tjerë në Shqipëri, jo vetëm tonin. Dhe janë shumë vite dhe donatorët nuk kanë durimin pafund. As fondet, as të ardhmë nuk kanë pafund që të sjellin në Shqipëri. Dhe ata kërkojnë që ne të bëjmë pjesën tonë. Pra ne jemi dinjitës në rallë parë me vetveten edhe me ata. Pra nuk mund të pretendojmë ne që të na vinë 6 shpagati nga Italia. Vinë shumë gjana, vinë nga komitata, sidomos është një fondacion italian, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Pak i gjatë, por edhe puna shumë madhe. Pra Komiteti për luftën kundër varfërisë në botë. 30 vjet që ndihmojnë, por ata kanë nevojë të shohin një lëvizje tonën. Pra një lloj aktiviteti, një lloj tendencë që të jemi edhe paktën në një farë mënyrë pjesërisht pavarur nga donatorët. Dhe kjo vjen vetëm me punë. Vetëm me punë, jo me punën e stafit, sepse ne pa bëjmë punën, por me përfshirjen e 33 në punë. Kemi pas një ide për një restorant me ta. Ne kam pa një eksperiencë në Romë të San Egidio, pa ta tentu me ba një restorant të Gabbiano. Nuk arritme, ishte një konkurs të kombëtar, nuk arritme, por tash kemi në proces një tjetër ide për një B&B, bed and breakfast. Kemi një ndërtesë që do ta rekonstruktojmë dhe do ta bëjmë tip një foresteri, një hotel të vogël, që do të menaxhohet nga këta. Diçka shumë e bukur. Shumë e bukur, sepse njerëzit kanë dëshirë edhe nevojë që të kontribuojnë një mënyrë dhe ku do të shkojmë me fjetësor, do të shkojmë te Arka, do të thënë, Arka, po e shpallim si sot. Është gjë e bukur. Prandaj këta kanë filluar, ne kemi shkuar procesi, shkuat të zyra punës, që i përshëndesim dhe i falenderojmë pafund për mbështetjen dhe për bashkëpunimin mrekullueshëm. Rozafa është e jashtëzakonshme, na ka mbështetur gjithmonë. Ne përshëndesim shumë Rozafën. Por edhe të tjerë normalisht bëhen disa kurse trajnimit për ta, për temat të ndryshme, ku janë për gjuhë huaj, për sekretari, për tjerë. Dhe pastaj ndërmarrjet ndryshme private shkojnë dhe paraqiten tek zyra punës dhe kërkojnë punëtor
kërkojnë punëtor, po themi, normal, nëse se këta normal janë ma normal se ne shpeshherë, edhe gjenë një listë të punë kërkuesve që janë edhe tonët, edhe i marrin, kështu që ne kemi aktualisht 15 punësuar në nërmarrje private normalisht, ma tepër, shtetërorës kemi për fat keq, por janë punësuar shumë mirë, kanë paga dinjitoze, kanë mësuar një profesion, janë shoqërizuar, rrinë atje, takohen, bisedojnë, sepse ne kam thënë disa herë, punat sjellin 1000 të mira. Pa punësia 1000 këqija. Puna dietet, të ardhuna, njohje, mëson një profesion, je aty, nuk harxhon kohën kot, nuk shkon në klube, nuk pin kafe. Edhe një farë mënyrë ti ata bashkë me ne, me të ardhura, i tregojmë donatorët se ne po bëjmë përpjekjen tonë. Tashti ne s'mund t'i sigurojmë gjithë të ardhurat, por ne pjesën tonë po bëjmë, kjo është edhe pikpamje filozofike o politike, do të thosha. Po nga ana psikologjike, sa i ndihmon puna këto persona? Shumë. Puna i ndihmon shumë, gjithë na ndihmon puna shumë. Njëherë na ngarkon, jemi të sinqert, por na kalon shpejt. Sepse ata janë aty dhe nëse rrin kot, po thonë rrin çana ditore, janë 25 vjet, 30 vjet aty bashkë, mundësia për me pas ku dion përplasje, agravime, sepse natyra të ndryshme, njerëz të ndryshëm, problematikat janë të ndryshme, edhe ka problematika, edhe aty shpesh që krijohen këto situata të mizanskenat, edhe krijohen probleme. Kështu që ashtu edhe në pikpamje psikologjike ndihmon shumë. Tendenca është që këta me i vendos me njerëz përpaqur normal, më falen për termin, por këta janë normal, por me tjetë fillojnë edhe përmirësohen. Pra e merreve në aty mes njerëzve që punojnë, që kanë familje tjera, fillojnë edhe këta imitojnë, sepse kanë edhe atë cilësinë e imitimit, e imitojnë këta. Kam vurej për shembull sidomos në kampin veror të Velipojës, kemi një kamp shumë mjatë, ndoshta do të dalim, kur fillojnë e bërtet një bërtasin tanë për herë. Si sjellet një tanë për herë. Ndikohen shumë prej tjerëve, edhe kur janë punë, janë njerëz që punojnë, fillojnë edhe përmirësojnë realisht. Është ndoshta cilësi njerëzore kjo, sociale, që njerëzit imitojnë pak edhe ambientin e ku diun edhe njerëzit për rreth. Ti përmendë pak më parë 2 qendra që janë bërë për një për meshkuj dhe një për femrat, punimi me dru dhe punimi artizanal. Mund të kalojmë pak te kjo pjesë? Kalojmë te kjo pjesë, po pa krenari, sepse unë i kam pezu të dyja. Ja, sepse ne kemi mendu ishte koha kur e ka marrën projektin kishte tek laboratori drunit, dhe të shpjegojmë këtë Maqedonin. Po, patjetër. Kishte 13 punësuar, që ishin punëtor normal, punëtor që merr një rrogë, 13 rroga, po themi në muaj. Edhe kishte dhe me vajza që ishin aty punë të vogla, po themi, ku dion rifinitura, zmërili, me ngjyrosje të tjerë. Borxhet, si thash, ishin shumë pllaja, kishte borxhe edhe për këta 13 punëtor aty dhe unë mendova diçka interesante, në fakt, për të parakoshme. Qoftë laboratori femnor që kishin një test gjatë, bënë disa punëtor e tjerë, qoftë sidomos kjo e drunit, po duke parakoshme pra 2012, lana parë vinte sidomos nga jashtë, drui stazhonum, kushtonte shumë transporti, blerja e tjerë marrë në Shqipëri. Aty punoheshin ku dion varse çilca, shmajtse venet, ku dion varse rrobash, gjëra të vogla. Gjëra të vogla dhe që normalisht u vendoshin nëpër panajira dhe shiteshin disa prej tyre. Po kishte filluar me kanë një rentabël si nërmarrje. Dhe unë mendova se thash, ndoshta ishte momenti që ajo të zhvillojë si ide. Shumë e bukur, shumë revolucionare, edhe ajo nuk dua s'pak me kundërshtu edhe me kritiku, por mendova që kishte nevojë për integrim nëpërmjet artit, kulturës, shkollimit, edukimit, mendova. Unë vi nga një eksperiencë artistike, kam pikturuar gjatë jetën. Kam punuar dizajnator gjithçka dhe mendova se pra unë përmendi shpesh kush i ka këto talente, dëshirën që t'i vënë jetë i zbatojnë, është pak egoiste, por në rastin tonë funksionoi, sepse fiks këtë qenë të madhe, me punime drunit, ku dion me torna, me freza, me tjerë, e kthejme në një qenë edukimit, ku pikturohet, ku bëhet pirografi, ku këndohet, ku vallëzohet, ku ka edhe konkurse, ka edhe aktivitete dhe duket sikur ka funksionu. Nuk them se është zëvendësim i shkëlqyeshëm, sepse përsëri puna metet, por puna jo në nivelin e brenda shoqatës për nëpërmjet laboratoreve, por puna jashtë, në bashkëpunim me të tjerët.
Po kështu edhe për qenën tjetër që e kemi tek Mark Lula, Gja Mark Lula. Dhe honjanët na kanë ofru dy nërtesë, në fakt, një terren shumë mirë. Atje kemi shtëpinë familje Speranza dhe kemi qenën ditore Antonio Bocca. Don Antonio Bocca, ka një klerik që ka jetu në shtëpi dhe viteq në Shqipëri. Ne menuame sepse ishte edhe dhe honjan dhe ja dedikume edhe emrin e shoqatës të qenërës Antonio Bocca, kurse qenëra të Aramalla është Silvana Vinjali, pra, themelusja. Kjo është histori paka shumë me laboratorit drunit. Ndoshta diçka funksionale, por dhe më e bukur për ta, diçka argëtuese, diçka tepër. Po ajo ishte shumë racionale Silvana, pra kishte menduar që siç po mendoj unë sot në mënyrë tjetër, që të gjenerojnë të ardhurën nëpërmjet këtij laboratori dhe ka pas, nuk them se s'ka pas, por erdhi një moment kur nuk ishte shumë, nuk pati një të ardhme. Edhe unë ishe të drumë dhe ti shkarkoj, ti largoj nga puna dhe tërmet punëtor, ishte krize malë në atë kohë. Shteti nuk ofron të pagesat për stafin, nuk ofron të asë një dhoj kontributi për projektin Shpresa, edhe ishte një formë i detyruar si veprim. Por ma vonë u rikonsideru, rivlerësu dhe menume që kemi një qendër të tillë edukimit, mos kemi shumë, kështu të themi, praktik ose interesin ekonomik mos të avem plan parë. Edukimin, rrallë parës, edhe gradualisht i përfshim dhe në punësim. Po kampi në Velipoj. 3 muajt e verës, të gjitha ata janë në Velipoj dhe është diçka shumë e mirë si për shëndetin psikologjik, ashtu dhe për shëndetin e tyre. Kampi është një risi, menoj. Ka kampe tani, ka Maltezer, ka kam tjerë, kanë kam privat, shtetërore tjerë. Por kampi është ka të njëjtën moshë me projektin Shpresa, pra 30 vjeçare. Është shumë interesant dhe unë e bana, sepse ndoshta do të dalin te pyetja 30 vjetorit. Ne kemi kremtu 30 vjetorin bile këtu tek ndërtesa juaj. Dita parë ka qenë ditë formale me të ftuar, me fjalime, me vlerësime, me çmime etj. Kurse ditën e dytë ne ja kemi dedikuar pikërisht kampit Velipoj, sepse unë mendoj në përqindjen e sa më pyesni, do të thosha se 30% e shoqatës është kampi. Jo, 50% ose më shumë, 30%. Pse? Sepse është shumë interesant. Aty kemi një kamp që është në përdorim, nga zonat e mbrojtura, falenderoj Agim Dardhen, është drejtori aktual, i cili kemi bashkëpunuar shumë mirë me të, na ka ndaj afër, na ka ndihmu. Ne jemi pak edhe kështu, jo fort serioz, sepse herë, jo se dëmtojmë pyllin ashtu, por e bëjmë ndërtesë aty, shtojmë diçka. Për nevojë, po jo, gjithmonë me në rregulla dhe standardet dhe kontratës. Jemi përpjekë me janë korrekt, por nëllë që të prohet ka herë. Këtë Agimi ka kënë gjithmonë i dashtur me ne, sepse edhe vetë misioni është e tillë. Pra ne nuk jemi në Velipoj për interesat tonë, për lojgjën, sepse ne mund t'i bëjmë 15 ditë kudo. Edhe fillon me turën e parë që fillon me një korrek. E kjo pjesa më interesante e krejt kampit ose turnëve, sepse ky turni dedikohet familjarëve. Pra ne marrim nana me djem ose me vajza, ose baballar në disa raste, por nanat janë njëshme dhe më të vujtëna dhe unë i pregëzoj falenderoj e kanë mbështetjen time të plot. I çojmë atje dhe ky turn shkon deri te 100 persona, nga të cilët 50-60 janë përfitues, kurse pjesa tjetër janë punëtorë që shërbejnë, që gatojnë, që bëjnë. Dhe është shumë interesante, sepse e para është uji, është aty, dhe është shumë i mirë, shumë i shnetshëm, me kryp, me jod, me tana, dhe i banë mirë shumë të kësaj kategorit, edhe ne. I dyta është pylli, është zonë krejt me pisha detit. Aty nënte me atë arojnë, me atë terin që lëshojnë ato prapë për firmare, për gjithë shka shumë i mirë për shnet. E treta është pasandej pjesa ushqimit edhe aktiviteti artistik dhe kulturor. Ushqimi është një minimalist, do të thosha, nuk është ushqim, nuk është pjatan, se malla, me prosciutto, me si do të kërkon dhe në kush, por ka një ushqim jashtëzakonisht veçantë, i cili është një menu e thjesht, e bukur, e qartë, e mirë, e shnetshme dhe edhe këtë e drejton një zoj, që unë kam shumë për zemër, është Roza Daka. Roza ka 30 vjet po ashtu që punon për projektin Shpresa si vullnetare. Ashtë Roko që është bashkëpunëtori me më ngushtë, sepse është zëvendës president. Ka një vajzë quhet Juli që e du fort, edhe Julin. Ata kanë kontribuar shumë. Juli është me sindromin Down, po është shumë mirë, kanë arrit nivelit jashtëzakonshëm integrimit me të, me punë shumë me vullnet edhe me një sistem.
Pra Roza bashkë me grupe tjera, herë edukator, herë vullnetar, përgatitën atë ushqimin e mrekullueshëm dhe janë 3 komponente që e bëjnë kampin jashtëzakonisht interesant. Pjesa artistike po ashtu vallet, ata janë shumë dhënë në 33 të projektit Shpresë, dhe gjithë përfituesit tek vallet. Ne kemi të bukura, kemi ritmike, ritmja shumë i mirë për ta, i shliron mas një darke bollshme, duhet dhe aktivitet fizik. Ku ma mirë se Xhamadani via për shembull, ose këngë tjera tona të bëjnë me 3 ushqime dhe çojnë edhe një nivel tjetër dhe shpirtëror dhe mendor. 30 vite projekti Shpresa. Dua të kalojmë dhe të flasim pak për aktivitetin. Ti e përmendë pak më parë, por të flasim pak më gjërësisht. Aktiviteti zhvilluar në Hotel Koloseu, na e trego ti hap pas hapi se si u zhvillua. Hotel Koloseu është një bashkëpunëtor i vjetër i joni, unë i falenderoj vëllezërit të fusha me çdo zemër, sepse u treguan shumë mirë me ne. Çmime me krejt modeste, ofruan edhe prej vetit. Për shembull, ne hap me aktivitetin me një aperitiv, me një event spumante, me një ekspozit që u ofru prej hotelit dhe një falenderoj me çdo zemër. Nuk është problemi te vlera, te gjesti, është një zë shumë i bukur. Ne kishim pjesëmarrje të jashtëzakonshme, sepse në gjithmonë kam konsideru një aktivitet të rëndësishëm, sidomos kur ka pjesëmarrje, sepse ti mundesh me fol me veti, me thënë gjëra shumë bukura, po kur si nuk janë kush, atëherë nuk ka vlerë. Ne menduam me 2 ditë si thash, me 24-25 tetor, e kemi njoftuar me kohë. Kemi bashkëpunëtorë jashtë, si thash, shumë jashtë, kemi bordin e kemi pjesa më madhe jetojnë jashtë shtetit, janë të huj. Kemi donatorë tonë që janë sidomos në Forli, në Spanjë, në Verona, edhe ato njoftuan kohë, 6 muaj përpara ose më tepër. Dhe për surprizën teme dhe për shumë pozitive, pati konfirmime të jashtëzakonshme. Nga Forli, për shembull, kanë konfirmuar 40 persona. Ne kemi kremtuar edhe 20 vjetorin, po me krejt modest, pra ndoshta 3-4 vetë kanë ardhur. 40 persona nga një qytet i vetëm, ishte jashtëzakonisht entuziazmuese për ne. Pastaj edhe nga Verona ishin rreth 20 vetë, kishte nga Spanja, pra kishte pjesëmarrje nga shtetet e jashtëshqiptare shumë. Pastaj Suela Noja është marrë edhe gjithë stafi, Nora Banda, Suela Noja, tjerë janë marrë shumë me organizimin, edhe unë pashtu kam marrë kontributin tim. Pra ne sigurim një pjesëmarrje shumë mirë, edhe në Shqipëri, me ministeri, me drejtoria Kujdesit të Shërbimit Social në Tiranë. Dy i Pezhvin erdhi Monsignor Masafra nga Italia, aja është tash i tërhequr, është emerito. Ka ardhur posaçërisht për projektin Shpresa, për aktivitetin tonë, sepse ajo ka pas shumë për zemër, edhe unë falenderoj me zemër dhe me njëtin e plot, si thonë shkadran, sepse atë tregu shumë i mirë me këtë projekt, e ka pas zemër dhe është investuar pothuajse gjithkohës. Përsëri nga Shkodra, drejtoria regionale e punësimit, spitali rajonal, ku janë drejtoritë ndryshme të tjera, jashtëzakonisht mirë. Pjesëmarrja për rreth 170 vetë, ne kishim menduar më të vogël, po erdhën edhe ishte shumë bukur. Dhe ashtu, kemi filluar me disa fjalime, me disa përshëndetje, masanej kemi vazhduar pjesa dytë ka një dokumentar shumë i mirë, i bëm nga Ergyes Kavaja, një përmbledhje aktiviteteve të shoqatës për 30 vite, një sintezë 20 minuta shumë e bukur, edhe falenderoj edhe Ergyesin. Pastaj kemi kaluar tek pika të do thosha që ka në vlerësimi i bashkëpunëtorëve tanë. Pat me bën një tip kupet me 30 vjetor dhe shpërndame rreth 25 persona kanë merituar do thosha vlerësimin tonë në emër të trinëve dhe treve të projektit, punonjësve gjithëve. Dhe pjesa brenda kësaj, po themi këtij zonit, ka qenë edhe një vlerësim nga Qarku, që është bë 3 institucioneve. Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, normalisht me propozimin ton, sepse janë kontribuesit më të mëdhenj. Pra, një kamion shumë i madh vjen 3 herë në vit, si edhe ushqime, veshmbathje, elektroshpjake, kanë kontribuar pikpamje financiare për mirëmbajtje strukturash, rindërtim strukturash e tjera dhe janë vazhdim. Ata kanë qenë antar, po do të shpresoj të rikthehen. Dhe me të shumë drejt ne propozuam me Qarkut dhe ja akordon çmimin shumë nalt për atë mirënjohja Qarkut. Po ashtu Silvana Themelusja ka marrë një çmim mas vdekjes. Dhe projekti Shpresa normalisht do merrte si projekt tanësi, po. Pastaj kështu, kemi pas pastaj dita e dytë ka qenë në Velipoj.
gjithë këta pjesëmarrësit, sepse para ishte pa pjesëmarrjen e përfituesve për arsye edhe hapësira. Dhe ku diun, ata janë shumë të këndshëm edhe shumë xhurmshëm nganjëherë, që është pjesë e bukur, por ne kishim nevojë për pak qetësi, sepse donim të fjalimeve ndoshta formale. Më vjen keq që nuk u arrit më bë, sepse normalisht ne i bëjmë me ta aktivitetet. Ban zhurmë, ka bukurinë e zhurmë. Simfoni. Por e lame për në Velipoj edhe me datë 25 para 2-3 ditë ishim të shtumen, ishim në Velipoj. Atje pat me një direkt pashtë të bollësh me Roza përsëri, me grupin, muzikë, morë me një DJ Besin që e falenderoj edhe atë për shnes. Edhe të hujt të këtën këndun, hangë me pamë edhe strukturët, shiju me shumë, për fatë s'pat me edhe mot të keqë, kërë që shkoj ishtë jashtëzakonisht mirë. Ta shti po mledhem gjojat. Sa krenar të bënd të ndihesh ti? Shumë krenar me të thënë drejten. Jo është krenar sa duhet isha, sepse unë gjithmonë kam rezervën, për arsye se shpresoj dhe dëshiroj që ky projekt ecin edhe më tepër, tjetë edhe më mirë. Jemi mirë, por e mira s'ka fund. Unë dëshiroj shumë që kam lajme të mira që vjen nga shteti, do ta mbështesin, e kemi mbështetin në fakt, por do të rritet mbështetja dhe ne them nuk po kërkojmë luks, por po kërkojmë që të paktën të kemi të zgjidhur problemet ekonomiko-financiare. Nëse ne do të kemi zgjidhura, ne mund të mendojmë për një metodë mënyra të integrimit për ta. Pra nuk po kërkojmë rroga për veti. Ne po kërkojmë që të na zgjidhin disa probleme operative me qëllim që ne pastaj të investojmë probleme që mund të çojnë në integrimin sa më të plot tyre. Edhe krenari kam shumë bon, kam shumë falenderime për stafin, stafi është jashtëzakonshëm. Ne kemi ndërru staf, jo 100%, jo as 50%, mund të jetë 10 deri 20%, por e bukur është se kemi një traditë shumë mirë, vinë përgatitur normalisht, por edhe përgatitur përmirësohen. Ky projekt, këta 33 ka nevojë për, unë them për 3 gjëra. E para është dashnia, thotë ju e them edhe, pra nëse s'ka dashni, dhe nëse ti nuk të qases kësaj punës me dashni, me dëshirë, me vetë mohim, me shpirt, ti nuk mund ta bash mirë, dhe ta kuptojnë. E dyta është ushqimi, ilaçe e tjera, dhe arti, muzika e tjera. Pra këto 3 elemente, ne kemi pas dikur në kod partisë mësim punë kalitje. Ne kemi këthyt ashti dashuri, ushqim, edhe muzikë, edhe art. Edhe ashtë që kënë 3 milion për të ardhmen, edhe punësimi që është pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe ne realisht do në mu investu shumë të kjo pjesë. Pra ne jemi në kërkim, me qëllim që, si thash, çdo gjë që vjen me punësimin të jetë pjesë e jona dhe të arrijmë të jemi edhe dinjitor në fundit. Donatorët janë përkohshëm, shteti do të vazhdojnë të mbështesin, por duhet edhe ne të japim kontributin tonë, të tregojmë që ne po bëjmë pjesën tonë. Së fundmi, për ta mbyllur, dua një thirrje nga ti për të gjithë stafin që ti je kaq shumë falënderues, për të gjithë ata që janë pjesë e projektit Shpresa. Kam edhe për familjar që i kanë këta persona në shtëpi. Unë kam thënë gjithmonë, është një reflektim i imi që është i sinqert, nuk është falso, nuk është politik. Këta kanë një person të smur në shtëpi, djalë vajzë, malë të vogël, me smundje të ndryshme etj. Unë kam thënë një gjë. Unë kam thënë Zoti, sepse në fundit ne tash unë jam i bindur se Zoti krijon njerëzit dhe na udhëheq në jetën tonë, aq sa na udhëheq kemi edhe ne pjesën tonë. Zoti jau ka lluru këtyne me një qëllim të caktuar, jo për me ngarku besoj unë, jo për me i vu në provë asnjëherë, jo me ja vështirësu jetën, por sepse ka pas besim se këto familje do t'i trajtojnë ashtu siç duhet. Prandaj unë e quaj se unë kam 3 djem, i kam shumë mirë, shnetshëm me gjithçka i është në shumë. Por këta i kanë këta të smur në shtëpi. Edhe them që besoj se Zoti nuk ka gabuar me ta, sepse i veresin me çfarë përkushtimit i trajtojnë. Tash i kanë disa që i kanë braktisë. E do të ishte thirrja jeme, mos i braktisni. Mund të jetë shumë i mirë projekti Shpresa, shoqata mund të bëjnë mregullina, por asnjëherë ne nuk mund ta zëvendësojmë familjen. Pavarësisht se kemi 7 shtëpi familje, familja është unike, ka çdo gjë tjetër. Kështu që i falenderoj shumë punonjësit e projektit Shpresa, sidomos kujdestarët që arrin 24 orë në ditë me ta. Sforce madhe, sfide madhe për ta. Ata pavarësisht se ne mund të lëvizojmë gjithë ditën, ata kanë vështirësitë e veta, kanë momentet e veta, doin kujdesin e vet, kështu që ata kanë tregu vetë mohim, thosha. Ata i trajtojnë më mirë se fëmijët e vet, sepse gati jetojnë më shumë me ta se me familjen e tyre. Unë i përshëndes shumë, i falenderoj shumë. Do dosha shumë që ju kompensohej
vujtja, pakten me një rrugë dinjitoze që nuk e kanë, në fakt një rrugë dinjitoze nuk e kanë. Por ju thras shtetin i bajthirit që ta shikojnë këtë pjesën e pagesave, besoj se do të ketë përmirësime. Kanë gjithë mbështetjen time, sinqert, nuk do t'i lanë balt asnjëherë, po ashtu stafin ekzekutiv, të cilët punojnë çdo ditë, sidomos me rastin e 30 vjetorit. Jemi vetëm disa, 5-6 vet, edhe puna ishte kolosale, voluminoze, dhe ne kemi vezëdrejtjen se i lanë për në fund. Megjithatë janë tregu jashtëzakonisht mirë, shumë vetmohues, shumë të kujdesshëm, shumë kreativ, sepse dojnë nga aktivitet, dojnë edhe një lloj genialitetit, kreativitetit, pra së mund të bash gjana, dhe kanë shumë bukura gjana, janë i përshëndet shumë dhe falenderoj, me të vërtet kanë mbështetjen, mirënjohin demet plot, për si drejtues, edhe si person njerëzor, edhe kanë mbështetjen demet të vazhdueshme. Të falenderoj dhe unë shumë që ishe me mua këtë mëngjes dhe ndam së bashku një bisedë apo intervistë kaq të këndshme. Faleminderit shumë ju për ftesën dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe sukses më të tejshme në punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë momente në Star Plus. Takimi radhës nesër në të njëjtën orë.